Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Jam marrje me një djalë më të ri në moshë. Ish banorja e Bigut e pranon publikisht. Ish banorja e Bigut e Edisa ka bërë një rrëfim mjaft personal në intervistën e saj më të fundit, ku zbuloi se në jetën e saj ka hyrë një person i ri. Ajo pranoi se është në njohje me një djalë më të ri në moshë, megjithse nuk preferoi të tregojë diferencën e viteve mes tyre. E pyetur për këtë raport, Edisa u shpreh se diferenca është e pranueshme, duke lënë të kuptohet se po përjeton një periudhë të bukur në jetën sentimentale. Rrëfimi i saj ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, sidomos pasi pak kohë më parë ish banorja emocionoi ndjekësit me një tjetër intervistë tepër të ndjerë për jetën e saj personale dhe fundin e martesës. Në atë kohë Edisa tregoi hapur se fejesa e saj përfundoi për shkak të dëshirës së parealizuar për të pasur fëmijë. Arsyeja e ndarjes ishte sepse donim të kishim një fëmijë. Tentuam shumë për vite me radhë, por nuk ndodhi. Megjithatë, ajo tha se nuk e kishte humbur shpresën për të ardhmen dhe se sa po të gjente njeriun e duhur do mendonte për të sjellë në jetë një fëmijë.